Ura e dyrëve të përjetshme, udhëtim ndërmjet dritës dhe errësirës. Në errësirë një natë të qetë, kur dritat e yjeve shpërndanin një heshtje të pasur në horizont, një djalosh i quajtur Zeidi hapi sytë e shpirtit të tij dhe u përpoq të dallonte mes asaj që ishte dhe asaj që pritej të vinte. Jetonte në një fshat të vogël mes maleve dhe luginave të gjelbëruara, ku çdo mëngjes përshëndetesh me ezanin e parë të sabahit e çdo natë përmbysej nga heshtja e zjarrt e detit të ajrit. Ai kishte lindur e rritur në besim të pastërt islam, duke mësuar prej prindve namazin, zekatin, Ramazanin dhe me shpresë haxhin e ashëm. Por ndërsa përgatitej për ditën e gjykimit, zemra e tij dridhej nga pyetjet pafundme, si do të duket xheneti, si janë ata që kanë hyrë në të. Esh më pret mua pas jetës toksore. Një natë, pasi lëshoi në qetësinë e dhomës së tij lutjet e fundit, kur hëna ishte në kulmin e saj, ai u gjend zhytur në një peizazh krejt të ndryshëm. Ishte në një rrafshin pa margjina, një hapësirë qiellore ku ngjyrat përqafoheshin në një harmoni të thellë. Para tij shtrihej një ur prej argjendit pastërt, e hollë si një fije drite, që dukej sikur niste nga çdo atom i hapësirës dhe përfundonte në një horizont të shkrirë midis kujtesës dhe ëndrrës. Poshtë urës, një humner pafund u përhap si një det i pashtershëm. Zeidi ndjeu gjithçka në çdo pikë të shpirtit, thirrjen, frikën, shpresën. Kur hapi sytë e shpirtit, para tij shfaqeshin dy dyrë madhështore, të cilat e punuar me mjeshtri hyjnore. E para, e dridhur nga një dritë e butë e artë, ishte porta e xhenetit, ndërtuar prej levahirëve të çmuar zmeralt, rubin, safir, që ndërthuareshin në motive gjeometrike islame. Druri i arrës mbante pllakat e arit, gdhendur me ajetet e Kuranit që flisnin për shpërblimet e mëdha rezervuar për besimtarët e sinqertë. Aroma që qarkullonte rreth saj ishte ëmbël dhe freskët, si të ndafilin ngjyrë mjekulle, si zëri i fillimit të shpirtit. Porta tjetër ishte prej hekurit të skuqur, e gdhendur me shkrime që paralajmëronin për mosbesimtarët, për hipokritët dhe për ata që mohuan ditën e gjykimit. Nga muret e hekurta valezohej tymi i zi, ndërsa një zhurmë me rënd dridhte ajrin. Ulërimi atyre që ishin dënuar, sytë e Zeidit mbusheshin me dhemje vetëm në atë çast. Ai ndjeu atë tërheqjet padukshme që e bëri të zgjat. A duhet t'i afrohem dritës së xhenetit apo zjarmit të xhenemit? Një melek me krahë të bardhë si Debora e parë doli nga një val drite. Emri i tij Ridwan, me një zë të qetë por të fuqishëm, ai foli Zeidit. Hyrja në xhenet i takon atij që besoi me sinqeritet, që mbajti namazin, që agjëroi në Ramazan, nga frika dhe shpresa, që dha zekatin pa asnjë dyshim, që kreu haxhin me devotshmëri, që ruajti shqisat dhe mendjen nga çdo gjë e pavend. Nga ana tjetër, dera e xhenemit është e destinuar për ata që mohuan krijuesin, që tradhtuan besën, që shtypën të drejtën dhe nuk kërkuan pendim. Fjalët e Ridwanit zgjodhen tingullin e lutjeve të Zeidit. Ai kujtoi se cilin namaz që kishte falur me ndershmëri, çdo sadaka që kishte derdhur në heshtje, çdo natë që kishte lënë për të lexuar Kur'anin në qetësinë e gjysmënatës. Zemra i dridhej nga lavdi dhe falënderimi, por edhe nga ndjenjat e dobësisë dhe nevojës për mëshirë. Ridwani e ftoi të bënte një hap drejt portës së xhenetit. Kur Zeidi ju afrua portës së ndritshme, ndjeu një freski të thellë, sikur çdo atom i trupit të tij po ringjallej. Portat u hapën ngadalë në një zhurmë të butë si val që prekin bregun. Pasi kaloi përpara tij u hap një botë e pafund e gjelbër, me kopshte që shtrihej deri në horizont. Lumej me ujë të kristalt rrjedhin qetë, të ndarë në 4 rrjedha. Njëra prej ujit të kthjellët, tjetra prej qumshtit që nuk prish ngjyrë, tjetra prej verës së ëmbël pa dehje dhe katërta prej mjaltit të pastërt. Shpellat e vogla, shtëpiza prej zhavorri dhe kështjella prej xhami blu. Ari dhe perle shtriheshin në mes kopshteve, secili ndriçuar nga drita hyjnore e një ylli të përhershëm. Me lajket fluturonin në heshtjet e plot duke shpërndar frutat e xhenetit, kurma që shkëlqenin si llambadarë të vogla, boll prej kristali e shek të mbështjell me artë. Tryeza e ushqimit ishin të shtruara pranë lumeve, secila duke ofruar dhurata ushqimore që forconin shpirtin. Petale lulesh të ngrira me mjalt qiellor. Buk prej drithësh të degat që nuk prishet kurrë, ushqime të thata që shndroheshin në salcë të ëmbël në prekjen e shpirtit. Zeidi pa pallatet e ndezura, çdo shtëpi ishte ndërtuar prej perle ose diamantit të çmuar. Dritarët e qelçit të kaltër përqafonin pamje të pafund, ku hëna dhe yjet ndërthuareshin si mozaik qiellor. Në muret ishin gdhendur ajetet e Kuranit që lavdëronin mëshirën dhe madhështinë e Zotit. Dhe ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira hyjnë në kopshtet e xhenetit. Ridwani udhëhoqi te nivelet e xhenetit. Ka 7 nivele, i thaj. Së pari Xhenetul Firdaus, vendi më i afërt me arshin hyjnor, për ata që mbajnë sinqeritetin në çdo lutje. Së dyti Xhenetul Mawana, për ata që ndihmuan të tjerët me zemër. Së treti
Gjennetul Khuld, vendi i përjetësisë së pastër. E kështu me radhë, deri në nivelin e 7, Gjennetul Ali, lartësitë e ngecura vetëm për zemrat më të pastra në çdo nivel. Kishte shpërblime të ndryshme, kopshtet ishin më të holla, pemet më mëdha dhe lumenjt më gjerë, gjyrat ishin më intensive, drita më fort. Zeidi e ndjeu dëshirën për të hyrë në secilin prej tyre.